Ndërsa në Tiranë Edi Rama foli për partneritetin mes dy forcave politike dhe mëkatet brenda koalicionit, në Kuçov Ilir Meta thotë se më shumë se rezultati, në 18 qershor ka rëndësi besueshmëria e procesit. Zgjedhjet e ardhshme nga suksesi i tyre dhe suksesi i tyre nuk është as rezultati i LSI-s, as rezultati i askujt tjetër, por është standardi i besueshmërisë që ato do të realizojnë për qytetarët tanë, por edhe për gjithë botën demokratike, varet shumë fati i 33-jave të Kuçovës dhe të gjithë Shqipërisë. Në një takim me të rinjt, kreu i LSI-s tha se partia që ai drejton nuk nxit konfliktin politik, por mbështet vetëm dialogun. LSI asnjëherë nuk i ka shërbyer nxitjes së konfliktit, por i ka shërbyer vetëm nxitjes së dialogut, sepse vetëm përmes dialogut politik mund forcojnë institucionet në vend dhe këtu bëhet fjala për interesat e të gjithë qytetarëve tanë. Ditët e fundit, kreu i LSI-s, njëkohësisht edhe kryetari i Kuvendit, ka shpeshtuar thirrjet për dialog me qëllim krijimin e një klime pozitive dhe rikthimin e opozitës në parlament.